100 euro. Fadel, a ka se tash të po më rastin e fundit që jenë arrestu jenë kap 2 nga AKI-ja në Ferizaj, a vazhdo me pas agent të UDB-s Kosovë? Natyrisht që duhet me pas. Për arsye se Serbia nuk ka heq dorën nga 698. Natyrisht është shumë normale. Po, shiko, une nuk e di se unë smena me punën, po mendoj që merret Fadit, që ka profesion. Ajo thjesht nuk më interesonë në këqyri pe i kritjet e të prisën. Vetëm se, do më thonë, une në produktin politik, une i shoh prezencën shumë të madhe të agenturëve sërbe. Do më thonë, qoftë ushtarako, se cilat bët që tjetë s'ka rëndësi, sepse ato isha bëjt një misioni. Kanë për qëllim me shkatru shtetin e Kosovës. Defunksionalist. Me defunksionalizu, me tregu botës që shqiptarët të Kosovë nuk bojnë shtet. Edhe nuk din me bo shtet, edhe këta çka dojnë, ta dojnë me i sundu Shqipnia, po mundojnë mas shumë të çka dojnë, me marrë me eventualisht, sepse këta vetë nuk janë tak me. Edhe na ju japim argumente vazhdimisht, disa se nuk janë të gjithë. Do më thonë se Fadili tha 700, nështë janë ma shumë, nështë janë ma pak, nuk e di. Që ta 700, mi pos ka 5. Po s'ka rëndësi ajo, adin se për mu është X. Ajo, po është, ekziston, do më thonë, më rëndësi se është një numër. Edhe tash, qëllimi është me tregu, do më thonë që në momentin që Amerikanët, Anglezë, Turqit, heqin dorë për i Kosovë, të në lesës po bëj ka kur gjë me ty, dhe të bëtë që ka të bëtë, thefshin qafën, atëhere kush e merë këtë teritor, se s'ka teritor që se ka për një shteta, nëse na e bëjmë anarki, neve, dhe më thonë, edhe nëse heqin dorë Amerikanë për neve, heqin Britanik të këta, atëherë kush na merë? Ja na merë Macedonia, ja Malizi, ja Shqipnia, ja Serbia. Pyetja shtrohet, cili shtet është i zote me në marë. Shqipnia nuk është i zote me në marë. Atë që ka atë pretendim me në marë. Macedonia, se ka, Malizi jo, neve, dhe më thonë... Maqedonin për morë me nane. Maqedonin kina me morë na, me kisme. Ja, po na, të arrujmë na njëherë Kosovën, kjo kish me qenë adhen... Makresurja. E shajt, dhe më thonë, kështu që të gjitha ta që punojnë kundër shtetit Kosovës, me qëfar do preteksti, qoftë me pretekstin e bashkimit me Shqipni, me Amerika, me Gjermania, me këtë qoftë, ata punojnë për interesin e Serbisë. Thjesht. Edhe bashkimi me Shqipëri është në interes Serbisë? Po nuk ndodhë. Ata shpjegoj.